22 maj. Jezusi i njeh delet e tij. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe unë i njoh. Gjoni 10:27. Jezusi i njeh të tijat. Çfarë kuptimi ka kjo? Gjoni 10:3 është një varg paralel që lidhet ngushtë me Gjonin 10:27. Atje thuhet: delet e dëgjojnë zërin e tij, dhe ai i thret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. Prandaj, kur Jezusi thot unë i njoh, do të thot se ai i njeh ato me emër. Do më thënë, ai i njeh thellë dhe individualisht. Ato nuk janë dele anonime me stufës. Gjoni 10:14-15 na siguron një ide tjetër. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh të mijat dhe njihem nga të mijat, ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh Atin. Ekziston një ngjashmëri reale mes mënyrës se si Jezusi e njeh Atin e tij në qiell dhe mënyrës se si ai njeh delet e tij. Jezusi e sheh veten në Atin dhe ai e sheh veten në dishepujt e tij. Në një farë mase Jezusi dallon karakterin e tij në dishepujt e tij. Ai dallon vulën e tij mbi delet. Kjo i bën ato të dashura për të. Jezusi është si bashkëshorti që pret bashkëshorten e tij në aeroport dhe shet çdo person që zbret nga avioni. Kur ajo shfaqet, ai e njeh, ja dallon tiparet. Ai sheh në sytë e saj reflektimin e lumtur të dashurisë së tij. Ai gjen kënaqësi tek ajo dhe ajo është e vetmja që ai e përqafon. Apostulli Pale tha kështu: megjithatë, themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur dhe ka këtë vulë. Zoti i njeh të vetët. E 2 Timoteu 2:19. Vështirë se e mbitheksojmë privilegjin e jashtëzakonshëm që të njihemi personalisht me dashuri dhe thellë nga biri i Perëndisë. Kjo është një dhuratë e çmuar për të gjitha delet e tij dhe brenda saj gjejmë ndjenjë, bashkësi të thellë dhe personale, si dhe premtimin e jetës së përjetshme.